referime këtë njoftim, atë njoftim. Jep dorëheqje pozitës kryeministrit, ata tjerë për pozitave të ministrave, e tjerë, let vinë këtu, kalon në rënd situata. Po pa ndryshu konteksti, pa ndru faktet, pa ndru situata legale, nuk mund me ndru vota jo. Po? Po ata dosh me dhonë dorëheqje herët se ligji që kanë shkru vetë ja u ka kërku një gjatë tillë. Kushtetuta po ashtu, unë besoj që nëse kanë një trohë përgjegjësi dhe nëse kanë vërtet që dëshirojnë me i kriju institucionet, të paktën ku vendin ku kemë përgjegjësi në përbashkët, ata do duhet sot me dhonë dorëheqje, edhe me umbledh, na mujmë edhe sot me umbledh. Me umbledh edhe nesër, ne jemi të gatshëm çdo moment, ne kemi prit, ne jemi konë jashtëzakonisht të zhgënjym pse është zgjat ka shumë ky proces, kemi ardhur deri sot me konstu. Ne jemi këtu me konstu kuvendin. Ne kemi ardhur duke besuar që sot votohet edhe kryetari edhe nënkryetarët, përveç që jepet betimi, dhe që fillojmë me hy në procesin kushtetues të krijimit të qeverisë. Por po duket që këta me 52 vota janë larg prej një situatë të tillë. Akuzoj opozitën që po e bllokon procesin. Duke u referuar në letrën e dorëheqjes që e ka dërguar Po aty në edhe kur s'ju pëlqen, mote ata e akuzojnë opozitën. Ata e kanë kryer mandatin të e pas pushtetin absolut, të mos mujt dy punë me kry të thonë opozita s'po na lën. Të e pas shumicën absolute, të e pas kontroll total pushtetit legjislativ, ekzekutiv, një ku besa në presidencë, në çdo institucion edhe opozita. Cila opozita? Sot s'ka opozitë. Sot jemi deputet të barabartë. S'dihet kush është opozitë. Partia fituese tha që kanë emër të ri për kryetarin e kuvendit. Jo kjo ka qenë drejtash. A ka biseduar me ju si? Ja, s'është punën, s'kam biseda me ata. Ata janë mirë se ardhen me ardhë me propozu. Sa ma shpejt, sot, jep dorëheqje, hajde e mojmë seancën, propozoj kryetarin, zgjedhë, i propozojmë në kryetar, hymë pastaj në proces kushtetues edhe këshyrim kush e bën qeveri. Unë jo kam thonë gjithmonë, ne në rrethon, në asnjë mënyrë nuk do të luajmë rol bllokues. Ne kërkojmë sot me vazhdu seanca nëse zoti Kurti jap dorëheqje edhe me shku tutje. Neve na duhet me konstu kuvendin, me zgjedh kryetarin, me zgjedh kryetar dhe pastaj me hym procesin kushtetues. Jam i bindun pe kësaj që është sot me 52 vota që zoti Kurti nuk mund e bën qeverinë. Ne jemi të gatshëm në rastin e dështimit të tij, me njëherë me marrë përgjegjësinë me partitë që kanë qenë në kaluarën opozitë dhe me komunitetet pakistë Kosovës që ta bëjmë qeverinë e re. Jo, me listën serbe, jo, po me komunitetet tjera mjaftueshëm ka mundësi për me pas një shumicë solide e cila jep një qeveri të re me Bedri Hamzën kryeministër. Faleminderit shumë.